Procedojmë me pikën e parë të rendit të ditës. 1. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Ju njoftoj se në bazë të nenit, në paragrafi 4 të rregullores së kuvendit, subjektet politike të përfaqësuara në kuvend e caktojnë nga një deputet në komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve. Ky komision duhet të shqyrtoj dokumentacionin përkatës për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mbajtura me nënën shkurt 2025 dhe kuvendit që paraqes raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të kuvendit, si dhe verifikojnë kuorumin në seancën konstituive të legjislaturës së 9. Kryesuesi i komisionit të përkohshëm do të jetë nga subjekti politik lëvizja vetvendosje me numrin më të madh të deputetëve.